version komplet elektrik kjo seri, nuk ka me motor. Kështu në vend si makinat e tjera ku futet karburanti, normal kjo ka karikimin AC DC. Kjo karikohet nga 0 në 80% për 30 minuta. Baterinë e ka 76.6 kW, ky version. Autonominë e ka 426 km. Këtu poshtë temës ka kamerën mbrapa. Ta shohim edhe bagazhin tash sa hapësirë ka. Ka hapësirë, ka hapjen e mirë, po nga që ka dhe bateritë është pak si e lartë. Këtu ka këto dritat e sigurisë, kur hap bagazhin nëse ka hap krahun, të shohin prap ato që janë mbrapa, nëse jeni në autostradë. Po i shtrihen se ndilet çu rrafsh, ke me buton, edhe kështu ke hapësirë sa të dush pastaj, pa problem. Bëhet gjithë ky vend si fugon. Këtu ka dhe butonin për ganxhën, se kanë menuar nëse do me tërheq nga e karrela. E shtyp butonin këtu, edhe tak del ganxha. Pastaj për ta heq, për ta fut mrena, e ma shtyp butonin edhe futet vetë mrena. Bagazhin elektrik. Shumë nga mrapa është edhe më e bukur se para. Edhe me këtë ngjyrën e bardhë kombinuar me këto pjesë të zeza, ngja goxha e bukur. Edhe nuk është makinë e vogël, është goxha e madhe, gati sa X5 është. Ndoshta pak më e ulët, po për gjatësi të sigurt mos qoftë më gjatë.